si mbrojtës i majt edhe s'kum bo zohë se kum di që kjo pozicion si mbrojtës i majt kom shërbi për të ardhmen. Pastaj ka fillu gradualisht me shumë kujdes më ka fut për para, po sa i përket selektorit, trener, edhe pse ftohem qa di unë të edhin që unë nuk jam me do në media me thonë pse s'jo mëne, qa jo mëne, ka shkum bo, qa kum bo, jo lo në kompetencë atyne. Ata vendosin edhe ata din ma mirë, përgjithësinë e monë ata. A ke pas momente vlerën kur e ke prit ftesën dhe i dëshpru që nuk kanë ftu? Po kur i bën 29 golla për një vetë gjysmë në Tiranë edhe kur i bën ta 18 golla për një vetë, normal që pret ftesën, po prap ata kanë vendosur ashtu, unë drejtimin tim ata tyrin s'është problem. Sa i përket kombëtarës Turqisë, po besoj se duhet të jetë ndaj problem tjetër kurse sa i përket kualitetit janë super ekip. Çfarë problemi tjetër mund të ketë? Nuk e di jam me trenerin apo diçka, nga se sa i përket kualitetit, unë mendoj se kanë lojtar super kualitativ brenda në ekip. Lojtarë që luajnë në ekipet mëdha botërore, po edhe lojtarët e Galatasarayit, Fenerbahçes janë me vërtet super lojtarë. Unë kum prit drejtën që Turqia me qenë befasi, nuk kum prit që eliminohet nga shpejt. Nuk kanë funksionuar si grup? Nuk e di, diçka është problem nga se kur e sheh kualitetin një për një individual, me vërtet është një kualitet shumë i lartë. Akoma se kanë gjasa për shumë të vogla, domethënë.